Veprime që ndalohen në namaz. Së pari, luajtja me robën apo me trupin përveç në rast nevoje. Mbështetja me dorë në bel në namaz transmetohet nga Ebu Hurejra, nga profeti a.s. se ai ka ndaluar të falet njeriu me duar në bel. 3. Ngritja e shikimit në qiell. Transmetohet nga Ebu Hurejra radiallahu anhu se profeti a.s. ka thënë: do të ndalen njerëzit nga ngritja e shikimit në qiell gjatë duas në namaz, ose do të merret shikimi. Fjala e tij, do të merret shikimi, tregon për ndalim. Këtë thot edhe shehu jon, Allahu e ruajt. Transmetohet nga Aisha se ka thënë: kam pyetur profetin a.s. për kthimin në namaz. Ai tha: ai është rëmbim, e rëmben shejtani nga namazi njeriut. 5. Shikimi në gjëra që të tërheqin dhe të preokupojnë. 6. Mbyllja e syve. Këtë e bëjnë disa njerëz kur falen, duke dashur të arrijnë frikën për qëndrimin në namaz, dhe kjo nuk është e saktë. E kam pyetur për këtë shehun hon, Allahu e ruajt, dhe ka thënë: është e papëlqyeshme dhe në kundërshtim me sunetin. 7. Hedhja e robës mbi krah, pa i futur duart dhe mbulimi i gojës. Transmetohet nga Ebu Hurejra se profeti a.s. ka ndaluar nga hedhja e robës mbi krah në namaz dhe mbulimi i gojës. 8. Të folurit në namaz. Transmetohet nga Abdullah bin Mesudi se ka thënë: jemi ndaluar të flasim në namaz me përjashtim të Kuranit dhe dhikrit. 9. Namazi në praninë e ushqimit dhe kur të mundon jashtëshitja. Transmetohet nga Aisha se ka thënë: kam dëgjuar profetin a.s. duke thënë: nuk ka namaz ai që falet në praninë e ushqimit dhe as ai që mban jashtëshitjen. Prej këtij hadithi përfitohet ndalimi. Kështu thot edhe shehu ynë, Allahu e ruajt, të cilin e kam pyetur: a mendoni se prej këtij hadithi përfitohet ndalim? Ai më përgjigj po, dhe më tha: kjo gjë është kur njeriu ka uri, përndryshe i jep përparësi namazit ndaj ushqimit. Namazi gjatë kotjes. Transmetohet nga Aisha se profeti a.s. ka thënë: kur të kotet ndonjëri prej jush në namaz, të flej derisa t'i largohet gjumi, sepse nëse falet duke u kotur, ndoshta duke dashur të kërkoj falje shan veten e tij. 11. E përshtyjmja në anën e kibles apo nga ana e djathtë. Kjo për shkak të fjalës së profetit a.s. Nëse dikush prej jush ngrihet për të falur, Allahu i madhëruar është i drejtuar nga ai, prandaj të mos përshtyj përpara vetes dhe as nga djathta e tij. 12. Hapja e gojës. Kjo për shkak të hadithit të profetit a.s. Nëse dikujt i hapet goja në namaz, le ta mbulojë sa të mundet, sepse hyn shejtani. 13. Mbledhja e flokëve dhe përveshja e rrobave. Kjo për shkak të fjalës së profetit a.s. Jam urdhëruar të bëj sejdë mbi 7 gjymtyr balli, duke bërë meshe nga balli dhe hunda, 2 duart, 2 gjunjët, majat e këmbëve, të mos mbledh flokët dhe as të mos përvesh rrobat. 14. Mbështetja në duar në namaz dhe thurje gishtërinjve. Transmetohet nga Ibn Umeri se profeti a.s. ka ndaluar që burri të ulet në namaz duke u mbështetur në duar.